Shkëmbim të burgosurish, por njëkohësisht dhe sulmi më i madh ajror ndaj Ukrainës që nga nisja e luftës. Kjo ka qenë fundjava e këtij fund maj në Ukrainë. 367 dronë rus kanë goditur Ukrainën, të paktën 13 persona kanë vdekur. Një akt ky i cili ka sjell reagimin ndërkombëtar, duke nisur nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili e ka quajtur Vladimir Putinin të çmendur. Ka reaguar Kremlini, menjëherë zëdhënësi i Kremlinit e ka quajtur në fakt këtë deklaratë një shenjë të ngarkesës emocionale të Trumpit dhe të gjithë atyre që janë të përfshirë. Ndërkohë, kancelari gjerman Friedrich Merz njoftoi se aleatët e Ukrainës nuk kanë më kufizime për armët që i dërgohen Kievit me rrezën e tyre të veprimit, ndërkohë që ka disa media që raportojnë se Gjermania mund t'i dorëzojë Ukrainës dhe raketat e fuqishme Taurus. Tensionet tashmë janë në kulm. Nga ana tjetër, siç e thash, ka patur shkëmbim të burgosurish e vetmja gjë që u arrit në takimin e Stambollit. Megjithatë, pyetjet e nderëndojnë për situatën në Ukrainë. Është fillimi i një komunikimi të ri? Është fillimi i kulmit të luftës? Apo ndoshta kjo rritje presioni do të çojë në zgjidhjen e konfliktit në favor të Ukrainës apo në favor të Rusisë? Kjo pritet për të parë se si do të jetë reagimi ndërkombëtar dhe mbi të gjitha si do të jetë reagimi rus përballë ndërkombëtarëve.